Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi. Kem ditën e hënë 3 janar 2022. 3 janar 2022 dhe jem të detyra nëmër 6. Kësa radhe kem një gotë në këtë formë. Dhe do thotë mushëm këtë gotë me ujë me të njëjtën shpejtësi. Do thotë për shembull lëviz aty çdo herë 1 mililitër për sekond. Dhe pyetja është nëse dojmë skicsu këtë relacion, do thotë relacionin mes kohës, këtu e kemi kohën në sekonda, dhe naltësisë, lartësia, atëherë çfarë forme merr? Nëse lëviz do thotë ujë këtu me të njëjtën shpejtësi. 10 mililitra janë 1 centilitër, do thotë kjo gotë për shembull përmban 2 centilitra. Mas 1 sekundi e kemi këtu 1 centilitër. Për shembull këtu. Mas 5 sekunda 2, 3, 4, 5, mas 5 sekunda plotësoj këtu në, po thojmë këtu është 5 centilitra. Do thotë jem këtu në altë. Mas 5 sekunda jem të 5 centilitra. Pastaj vazhdon me të njëjtën shpejtësi dhe mushet këtu në 10 centilitra në sekundin e 10. Këtu kemi një relacion linear. Linear thirret nëse është proporcional, do të për çdo porcion do të rritet në të njëjtën kohë apo distancë për të njëjtën porcion. Këtë rast ta varësisht nga koha. Pastaj në sekundën e 15 këtu poshtë 10 sekunda 15, më ka dalë këtu se 8. Kemi këtu, do të thotë këtu, pastaj lexojmë. Për shembull, nëse shkojmë me decilitër, 0.5 decilitra. Këtu lartësinë zavancova tani lartësinë me në fakt nuk e jo këtu jemi te lartësia. Ne duhet me pas kujdes. Lartësia. Këtu brenda e kemi 0.5 decilitra. 0.5 decilitra. 0.5 decilitra. Tani, ku po du me dalë është kjo. Në këtë moment, kur e mushim këtu dhjerë 0.5 decilitra, nuk është që e kem thjesht këtë distancë këtu në altë. Sepse po e shohim, këtu kem më shumë ujë se këtu poshtë, do thotë kjo është më e madhe se kjo këtu. Për ata 0.5, nëse mushem me të njëjtën shpejtësi, atëherë 0.5 decilitra të reja nuk e ka të njëjtën lartësi, por këtu është pak më pak. Me tjera fjalë, tani përsëri me të njëjtën shpejtësi është mush do të thotë njëjtë shumë ujë, por këtu po shohim që te sekundin 20 kjo pak apo lakohet pak këtu te poshtë. Po merr këtë formë. Në fakt shkojmë ashtu këtu, po thojmë e mushim pak më shpejt, po çdo herë me 0.5. Do thotë çdo herë kur e mushim 0.5 decilitra, do të thonë gjysmë decilitre, e nalim ujët dhe shikojmë se sa është mush. Edhe po thojmë në atë moment e nalim dhe kohën. Atëherë deri këtu është në mënyrë lineare, pastaj pas këtu, tani këtu për shembull thojmë këtu janë 5 sekunda, këtu janë 10 sekunda, në njëjtën shpejtësi, 15 sekunda. Tani këtu të 20 sekunda
Këtu jem. Kur i mushim edhe 0.5 decilitër, në alësia nuk shkojmë të poshtë, por distanca zbret. Distanca zbret do thotë ngritem ma pak përpjet, se sa në gjys decilitër më hershme. Dhe shojmë këtu se që të 25 sekonda jem pastaj këtu dikon. Këtu dikon. Me tjera fjallë, deri të këtë cepi këtu, e kem një form lineare, dhe pastaj këtu është ngritje zbritës të thirët. Dhe thot me gjetë termin korrekt. Croissance, décroissant. Ullje e rritjes. Me rritë po rritet, por çdo më pak. Do të thotë njëjta sasi e ujit po mushet aty, por në lartësi fitoj më pak. Dhe këtu kjo kur nuk është krejt horizontale, por ashtë këtu thjesht ma ka dalë të mush. Dikur e merr një form quasi horizontale, po në fakt kur nuk e merr atë form do të thotë horizontale, sepse edhe kjo gotë, nëse shkojmë këtu, do të thotë në infinit, zgjerojmë në infinit. Çdo herë kur do të thotë e shtojmë gjys decilitre, dhe nëse merr formën për shembull, paramendojmë ndonjë, sa një liçen apo deti, dhe çdo herë futet aty gjys decilitër më shumë, është pak më shumë, por është pa mundur, do të thotë atë nuk jemi në gjendje me kalkuluat se sa po ngritet aty, po e dim që duhet pak më ngrit niveli, por jo në mënyrë që me thonë që e shojmë, do të thotë atë lëvizje. Edhe kjo shihet për shembull kur kemi këto format logaritmike, aty shojmë në krejt këtë pjesën, do të thotë e fundit që po shpjegoj, nuk është patjetër e nevojshme nëse kupton mirë, nëse jo, s'ka problem. Por këtu, do të thotë çdo rritet pak, po nuk e dim se sa. Kur nuk është kjo horizontale, kur? Ajo është, për shembull, kuptimi i logaritmit. Do të thotë kur shpreh në mënyrë që kur nuk do jetë kjo formë horizontale. Po kështu shkon të mush kjo, çdo herë këto hapa më pak. Por edhe këtu kemi 0.5 decilitër, 0.5 decilitër, 0.5 decilitër. 0.5 decilitra, por këtu e shohim se kjo në alësia këtu po zbret. Në tjetër në këtu kemi çdo herë në njëjtën distancë, 25, 30, 35, 40. Në rregull.